Pas 36 vitesh, uji kthehet në tokat bujqësore në fshatin Velmish në bashkinë Roskovec. Pas më shumë se 3 dekadash, gjatë të cilave fermerët përballeshin çdo verë me tharjen e kulturave bujqësore për shkak të mungesës të ujit për vaditje, këtë sezon situata ka ndryshuar ndjeshëm. Sipas kryetarit të fshatit Dashnor Azizi, pastrimi i kanalit kryesor që furnizohet me ujë nga rezervuari i Kurjanit ka dhënë rezultat. Ai thekson se nëse në zonat të caktuara mungon uji, përgjegjësia u takon vetë fermerëve, të cilët nuk kanë pastruar kanalet e treta që shërbejnë për dërgimin e ujit deri në parcelat e tyre. Gjithashtu ai shpjegon se sistemi i ujitës funksionon me vetderdhje, duke garantuar furnizimin me ujë të tokave bujqësore me tarifa të përballueshme për fermerët. Kanali kryesor që bie ujit nga net e Kurjanit është pastruar si asnjëherë tjetër, mbas 10 vjetësh. Dhe ky kanal shërben për të vaditur gjithë tokat bujqësore të fshatit, po të gjitha fshatrave, duke filluar nga Strumi, Velmishi, është shumë i domosdoshëm dhe uji për momentin ka, kanalet që i ka bashkia për detyrë i ka bërë. Fajin e kemi ne si popull që kemi prishur kanalet nëpër tokat tona. Kanalet e treta po, përgjegjësia për fermerëve. Pra nëse nuk shkon ujë në parcela, s'është faji i bashkisë, është faji jonë. Njëri prej fermerëve shprehet se ata që kanë parcelat pranë kanaleve kulluese detyrohet ta marrin ujin për vaditje me anë të pompave, çka u sill kosto shtesë për karburantin. Si kryetari i fshatit, ashtu edhe fermeri e konsiderojnë zgjidhjen e problemit të ujitjes si arritje në të madhe të viteve të fundit, duke theksuar se një situatë e tillë nuk ishte parë që prej fillimit të viteve 90. Rikthimi i ujit në tokat bujqësore të Velmishit pritet të ndikojë drejt për drejt në arritjen e prodhimit bujqësor dhe në uljen e kostove për fermerët, duke i dhënë një frymëmarrje të re bujqësisë në këtë zonë.